Një prej zonave më të rrezikshme prej mbetjeve urbane ku 10 tonelata me potencial toksik dëmtojnë shëndetin e njerëzit, tashmë është inkapsuluar. Kryeministri i vendit Sali Berisha ka qenë i pranishëm në ceremoninë e përmbylljes së projektit për rihabilitimin e zonës së ndotur të Porto Romanos dhe përfundimin e punimeve civile. Berisha ka theksuar se kjo është zona e 5 më e rrezikshme që qeveria shqiptare ka mbyllur gjatë viteve të fundit në Shqipëri. Ky është zona e 5 e rrezikshme që mbyllet gjatë këtyre viteve të fundit në Shqipëri me angazhimin serios të qeverisë shqiptare dhe ndihmën e donatorëve. Ju garantoj ju se qeveria do bëjë gjithçka për një mjedis sa më të shëndetshëm në këtë vend. Ju ftoj ju, qytetarëve të Durrësit dhe të mbarë Shqipërisë, çështjen e mjedisit ta shndrojmë në një çështje jete për vete dhe fëmijët tanë. Ai ka shtuar se çështja e mjedisit do të marrë përgjigje pozitive kur ajo të bëhet edhe çështje e secilit prej nesh, sidomos pas bërjes mediatike edhe problemi i derdhjes së ujrave të zeza në det. Para disa ditësh media paraqitën disa motele dhe hotele të cilë derdhin ujrat të det. Natyrisht kjo ishte e patolerueshme. Përgëzoj ndërhyrjen e shpejtë që kanë bërë këto kompani së bashku me ministrinë për të parandaluar derdhje të tilla në det. Ky projekt i realizuar me mbështetjen financiare të qeverisë shqiptare, të qeverisë së mbretërisë hollandeze dhe Bankës Botërore, rehabiliton një nga zonat më të rrezikshme në vend edhe ndotjet me substanca me potencial toksik. Rehabilitimi i zonës përfshin edhe punimet civile dhe pyllëzimin e saj.